Në fundjavë, qyteti bregdetar i Ulqinit për të katërtën herë me radhë ishte një koqir i manifestimit kulturoro-sportiv Botrori Ulqinak i Miqësisë, ku kësaj radhe të pranishëm ishin legjendat të sportit nga i gjithë rajoni. Ky manifestim kulturoro-sportiv është një fest ku sporti, miqësia dhe dashuria ndërmjet njerëzve na bashkojnë përtej kufive dhe dallimeve. Në fakt, në qytetin e Ulqinit simbolikisht u ndes flaka e Botrorit të Paqes. Ky manifestim, që ishte përkrahur edhe nga qyteti i Ulqinit, kryetar Genci Niman Begu në këtë rast para të pranishmëve deklaroi: Qyteti jon, komuniteti jon ka treguar një bashkim të mirëfillt. Të gjithë një zëri kemi mbrojtur të drejtën tonë për të vendosur dhe për të zhvilluar në drejtimin të cilën e dëshirojmë. Ky rrezik nuk ka kaluar. Por tani në shtator është radha e radhës që të festojmë përfundimin e sezonit turistik dhe të tregojmë zemërgjësinë tonë me mikpritjen e sportistëve, me mikpritjen e miqve tanë, me mikpritjen e ambasadorëve, dhe dëshiroj që edhe ky mundial të tregoj zemrën tonë të madhe, të tregoj që Ulqini është mikpritës, të tregoj se këtu vendin e vet mund të gjejnë gjithë ato të cilët na respektojnë si një qytet 2500 vjeçar, si një qytet i cili është urlise mes kombëve, urlise në mes shteteve, urlise në mes të dashurisë, ndaj sportit dhe ndaj të ardhme të sigurt. Iniciatori i këtij manifestimi sportiv Botrori Ulqinak i Miqësisë është Ulqinaku Pavle Pepxhonović, i cili gjithmonë thotë se organizator nuk është ai, por organizator janë të gjithë banorët e Ulqinit dhe rajonit. Ky manifestim nuk ka organizator dhe arkitekt. Organizator të këtij manifestimi janë populli, njerëzit e Ulqinit, gjithë Malizi dhe gjithë rajoni. Do të thotë se kjo kur nuk do të bëhej, pasi të i kalon një njeri. Unë jam krenar që dëgjoj gjithë këto fjalë dhe do doja që i ndjeri babai im të ishte gjallë për një orë, fal Zotit nëna ime është gjallë. Unë jam njeri i lumtur dhe krenar që nuk e mbaj këtë barë. Unë nuk jam organizator, çdo nën e këtij qyteti, çdo vjerë, gjysh, kunata, nusja, ata nuk figurojnë në plan të parë. Unë jam njeriu më i eksponuar, nuk hiqem nga mediumet. Një falemnderim të madh mediumeve pasi janë grushti i fuqishëm i gjithë këtij rrëfimi dhe keni bërë format nga gjithë kjo. Por gjithë këtë që e flas edhe para Zotit edhe para popullit dhe them, dorëzohem duke thënë, njerëz, unë nuk jam organizator, unë vetë kam grumbulluar energji, por edhe një dëshirë, tha Pepxhonović. Ndër aktivitetet më të rëndësishme në edicionin e 4 të Botrori Ulqinak i Miqësisë 2025 ishin promovimi i filmit për fëmijë Anka, ku rolin kryesor e luan legjenda e futbollit Erik Cantona, promovimi i librit të trajnerit të njohur kroat të handbollit Elinor Çervar, premiera e dokumentarit Dream Team i humbur dhe festivali ndërkombëtar Pullumbi i Paqes, ndërsa mbyllja solemne ishte madhështore. Krahas mediumeve nga i gjithë rajoni në këtë manifestim e pranishme ishte edhe televizioni Koha.